Sigurisht që kjo varet e informacionit që ka pas policia, se personi asnjëri nuk thot që unë jam i armatosur, edhe kriminali nuk është se i këto armë që i disponon, i bën publike apo i nxjerr apo ka. Dhe kështu që me sa shohim ne fakti që u gjinën në mënyrë të para një befasie, para një prite, nga personi kriminali, se po i themi kriminal, se kriminal është ai person, se ai edhe veprimet që ka kryer, me goditjen që i ka bërë punojësit policisë, ka veprimet i ka kryer të qëllimshme dhe të drejtë për drejta. Fakti që ka godit kokë do të thotë që ai e ka çdo gjë ka pas me të paramenduar, i ka prit forcat e policisë edhe veprimin e ka pas të paramenduar që ky do të kryente veprime deri në terrorizimin e këtyre forcave për t'i detyruar që të largohen. Dhe ai në një farë mase ato veprime siç i kishte menduar ashtu i realizoi.